Robi kur fal, Zoti arrit namin. Kur falin njëri. Andaj vëzër, nuk ka njerëz më dashur shoqëri sa ata se cilët janë tolerant me njerëz. Nuk mundesh me gjetë njeri më i dashur tek njerëz sa ai që është tolerant. Madje pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam vëzër. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam nuk i ka ardhur ndonjëherë. Nuk i ka ardhur ndonjëherë mundësia me ja fal dikujna, qoftë hakin e tina, qoftë hakin edhe të cilët akon me shariat me xhikue. Nëse ka pas zgjidhje alayhi salatu wasalam në konkludimet e tij e ka përdor. Andaj për shembull ka njëri ka thënë ja Rasulullah ku mbo zina, ka thënë ja besoj se të di çka i të fol. Pastaj ka thënë prapi njëri ka thënë ja Rasulullah ku mbo zina, i ka vetë ato ka thënë apo di çka po fol. Pastaj i ka thënë ja Rasulullah ku mbo zina, ka thënë ja besoj se skivon ndoshta veç i ke prek. Shiko, çto 1 2 3 me të artin njëri valla me thon o i nderum ku mbo zina, çai thu ku për ti. Hiç nuk i thuti nasta veç i ke prek. Pa ajo pejgamber alayhis salam ka rahmet. Pa jo, edhe në fund çka i tha? Çka i tha? Tha ti, çka ke bën me ta? Tha çka bën burri me gruajen? Dhe kanë përdorur fjalë ku mësojmë ndonjëherë fik, nëse na mëson Allahu gjatë, do t'i përmendim edhe fjalë që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për fjalëve të cilat aludojnë qartë, prerë me gjuhën që ka kupton edhe ai që on rrugë se ky njeri ka bë zina. Qetri ka ardhur ka thënë ja Rasulullah kum vjedh. Për mësëm i ka thonë me isharat, thuj që e kum morë, kum pas nevoje se diçka. Pse? Sepse ka thonë, nëse vinit e une, edhe humbën arsyet, unë du të me zbatu ligjin e Zotit Gjellë Gjellar. A me për nësëm nuk ka ndë njerë që ka pas mundësi me e falë, vetëm se e ka falë. Ma gjithë hakin e vetë njëre ka sha, ka pas mundësi për nësëm me zbatu dërimin bita, ka thonë ja Rasulullah ma falë, apo o Muhammed ma falë, ka thonë shko se të falë të kije. Ma gjithë nuk ka po beja së të Allah, ka thonë pash familjen. S'kan ditë Arab s'kan ditë me thonë pashë Zotin. Janë i thotë apshet që s'kan ditë ata, na shumë të me që mjena. Ala i ban bej pasha bukën. Dhe me këta Arab të vetër, kini mësu njësë që jam mësu ata primitiv janë kanë, a na jena, do me thonë na, qka jena dhe zërë? Qka jena? Qiri njërzit. Thotë mësu më shti me ban bej fëmijën, se fëmija do më... Jo. Pra, ignorancë është e njëtë e ignorancë. Ignoranta, o del me ilm, dikon ose s'del kërkut. Jetë pasi ata. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam thot Allahu nuk ja shton robit me falën që e bën robi vetë se kënaqëria. Pastaj thot nuk bëhet dikush modest për Allahun vetëm se Allahu e ngrit.